kena pas njërin që shtu në Kosovë që të ke se përdori, a këshilltarët ja përdorshin? Po do të jem transparent me çdo harxhim, çdo euro të cilët harxhohet në komunën e Strugës. A kemi përdor veturën zyrtare për punë personale? Po, unë vetëm këtë dhe si risi, dhe më thënë, si kryetari odës, si kryetari i komunës së Strugës, normalisht që paga e ime dhe tjetë për personat me aftësit veçanta, për 4 vitet e ardhshme, vetura e cila është e komunës nuk dhe ta përdor, dhe ajo që është më rëndësi, sigurisht, reprezentacion të quhet tek ne për dreka darka dhe t'i heqi. Nga kjo dhe të startoj me 1 milion... Nuk i heqi po thu se përdori heq qatë reprezentacion, apo? As farë. Ani, une po du me të pyt, nëse shokët e tu, e kena pas njërin që shtu në Kosovë që të ke se përdori, a këshilltarët ja përdorshin? Une po du tash me të pyt. Unë si jam shoku i shokëve të tyre, unë jam unë, dhe unë dhe të bëj atë që unë mendoj dhe nuk kam nevoj, nëse e din qytetarët e Strugës, çfarë statusi kam, nuk vi në Strugë si kryetari komunës që ta marr mandatin e të keq përdor, sepse kam qenë idhtari i asaj që gjithmonë duhet luftohet korrupsioni edhe keq përdorimi i gjithë menaxhimeve që është bërë në komunën e Strugës. Punëtor për punës që nuk janë të kualifikuar, që militantë që nuk janë të kualifikuar. Sigurisht që personat të cilët janë të punësuar nuk ka mundësi edhe ligjërisht t'i largosh nga puna, por ne do të bëjmë një klasifikim të trefisht. Klasifikimi i parë do të jetë dhe të merren punëtorë të cilët janë të gatshëm dhe janë të aftë të punojnë. A i bën transparente vendimet që mirën kuvend komunale dhe vendimet e tuja, i qëtë website? Pa tjetër dhe t'jenë transparent dhe përveç që dhe t'jem transparent me vendimet, po dhe t'jem transparent me çdo harxhim, çdo euro të cilët harxhohet në komunën e Strugës, dhe pjesën tjetër sigurisht dhe t'kenë një qasje qytetarët gjatë çdo 2 javë. Faleminderit. Sa gra drejtoresha i cakton në për drejtori nëse është bosh kryetar për fund? Po sigurisht tani ka një ligj, po nuk vlen edhe për emrimet. Vlen, përsa të përthom, ti a keme bo vullnetarisht? Për deputete dhe për këshiltar, unë dhe ta zbatoj këtë ligj në komunë që spakti 30%, se është 30% të shfrytëzohet. Faleminderit, ka që kishim kozën e qyra.